Tash rrim çik këtë dokument strategjik, çka ka brenda? Ka armatimet, dëgjoj me vëmendje, ka armatimet, ka procedurat, ka protokollet, ka transportin, ka dhe detajet. Të gjitha këto dhëna janë sekret. Goni ka të kompromentuar. Tash do fillojnë të ndërtohen skema të reja që të jenë pa kompromentuar, s'ka rëndësi pse e bëri. Komprometoi sistemin, kaq që duhet atyre. Duhet të ripar me vëmendje gjithë ky zinxhiri këtu. Çfarë s'funksionon atë që prishet. Pra që faktor njerëzor, subjektiv, objektiv, etj me radhë. Në këtë logjikë që të thoja sot është që ky dokument parashikon që ne do të paguajmë borxh që do ja marrim Amerikës, që të paguajmë armët e Amerikës. Më kuptove? Jo. Do shkosh blesh ti, ke unë televizorin. Po ti s'ke lek. Edhe ti jap lekët tu. Dhe ti blen televizorin që do, me lekët që dashun, televizorin që të shita unë. Pyetësh pse e bëra unë këtë gjë? Që të fiton ai lek apo? Se do më japësh përqindje tash, për gjithë. Pra Amerika në këtë rast ka ofruar ndihmë ushtarake materiale që do ta blesh me parë të marrësh borxh në Amerikë. Kush e vendosi këtë? Rama me kërkesë zyrtare. Rama me kërkesë zyrtare. Kemi nevojë për kreditim, për një ndihmë të butë për këtë gjë. Për gjithë këtë transport armësh. Besoj kuptove? Tani po. Tani ç'a ndodh? Në momentin që Rama e ka marrë këtë dokument ka dhënë data 20 qershor. Çfarë themi sot? Sot 27 korrik. Bukur. Një muaj e 7 ditë. Pse s'ishte në agjendë? Ja 28 do. Pse nuk ishte në agjendë partia? Të premten fal. Tentën 23. Pse nuk ishte në agjendë fare? Pse o valla? Pyete veten tatë. Sepse këta janë komunistë. Në shumë kuptime. Këta e kishin lënë këtë dokument të pa bërë. Dhe vetja kishin kërkuar, vetë kishin marrë në një moment e neglizhuan. Dhe humbën avantazhin kohor. Dhe arsyeja pse sot kemi debat për këtë temë, edhe jo këtu, por edhe në vende të tjera, lidhet pikërisht me faktin që s'kishin parashikuar këtë. Dhe unë po ta them troç. Kjo marrëveshje synon që këto armatime, këto municionet e tjerë do të shkojnë në duart e Ron Xhefet të Izraelit në Pashaliman. Në manufakturat e tij. Kalim këtë tema tjetër? Si kalim këtë tema tjetër? Këna thë lajmin tani dhe kalim këtë tema tjetër, dhe kalim kështu tani, kaq ishte. Pra, po mirë. Parët Amerikës vlla, borç. Që të blejmë lënë të parë për Ron Xhefet, që të forcoj bazën izraelite në Pashaliman. Dhe kjo e gjitha që shpëtoi bythën Rama. Dhe ta paguajnë edhe shqiptarët. Edhe ta hajnë edhe. Po është borxhi pra, do pagush. Do paguajnë edhe hajnë. Do pagush. Kokër. Dhe në këtë logjik ti e kupton që kjo marrëveshje sot është merr lekët e Amerikës që të pagush Izraelin. Si skema hotelit. Yes, fix pas e fare. Po tani ç'a do bëhet, do kaloj kjo sot tani më bëri përshtypje që u fik parlamenti. Është dokument strategjik. Si është bllokuar? Është dokument strategjik. Nuk është puna a ja marrim Amerikës së lekët. Këto më fal, edhe lekët edhe borxhin e armët e gjitha. Po. Puna është do t'i japim Ron Xhefet. Do t'i japim Izraelit, kjo është pyetja. Mos pyet korporatën e luftëve se për kë ka armët. Paguaj lekët vëlla për ty janë. Paguaj për më të parë, ke parasysh. Korporatat e armëve në Amerikë vënë ciklin e tyre të armatimit botror. Kuptove logjikën. Pa vjen konflikt apo ja. Për çfarë i duan Shqipërisë këto armë tani për çfarë Shqipërisë? Do duan Që i duan. Për Pashalimanin, për çfarë arsye? Po sepse Pashalimani është shitur për 500.000 lekë të vjetra. Një nga baza mund të jetë mes Zeus. 500.000 lekë të vjetra. Dhe Ron Xhefet që ka marrë Pashalimanin, kanë vetë për ndërtuar një kantier ushtarak. Sepse duhet për flotën që është flota armike ndaj Turqisë, që është Greqi, Kipro greke, jo, Kipro greke dhe Izrael. Kurse Franca është mbrojtës politik. Pra, ki e presu çfarë kemi palë përballë. Pra, shkurt muhabeti, kjo marrëveshje
Nuk është puna të mos bëj, do bëj. Do ishte bërë para një muaji e sa. Ky neglizhoi. Jo se harroi. Po kishte lënë për të negociuar. Pra që të merresh në telefon nga dikush. Thuash, pse nuk po e firmosni këtë? E kuptove logjikën. Po patjetër, tip Kushneri si muhabet, tip Roçal, tip Ivanka. Po patjetër. Po për t'i kujtulli herë që po më keni për më shpëtulli mua. Dakor bash. E kishte kështu si fishek të fundit. Pra s'është problemi ke marrëveshje. Është problemi që ne nuk e dim çka ka marrëveshja brenda. Nuk kemi besim ka ata që kanë bërë. Po dhe kaloi parlamenti shqiptar atë? E kaloi parlamenti këtë marroi punë. Kaloi sot ju votua? Votu sot. Por këtë dohet pyesja, un kam qenë duke prit parlamentin që ne ishim ke komisariati. U shkëputën në atë moment kur u liruan. Dhe ikat se në orën 3 do ktheheshin në parlament që tham që e shpjegova pak më lart që ishte skema që ne nuk do shkojmë në parlament, po me ju ashit aty sikur do shkonim. Unë u ktheva në studio, thash po transmetoj apo shoh se çfarë do të ndodhi në orën 3 ky takimi këtyre në parlament. Ka qenë live, si kanë kanalin e vet në YouTube parlamenti që e burimin. E di me të regji qendrore që bën gjithmonë ta. Prisja aty, prisja të futeshin, u bë black fare pastaj. Si mbajnë fotot parlamentit bosh ato. Dhe në atë moment kur futen parlamentarët, futet live, bën diskutime të gjëra, domethënë. Rasti konkret që do kalonte kjo marrëveshje. Që sekret. U bë black. Dhe është hap parlamenti 1 minutë, gjys 2 minuta në fund fare ku kanë ngrit kartonat. Po fiks. Pse është sekret? Pra aty është diskutuar. Ai sa më lejohet. Se janë të përcaktuara. Drejt Kyneni mund të lexosh. Është brenda normales kjo si avokat, është brenda normales në këtë lloj. Është brenda normales. Si procedurë. Si procedurë. Gjithë botë. Problemi që është këtu nuk është të bëjë me këtë gjë. Problemi çka kishte marrëveshje. Se s'na marr. Informacion që edhe po ta kishe prap. Jo, praktikisht do të thoya se mos ndalon njëri të them. Po e kam fjalën këtu se mos ma ka vënë në dispozicion dhe do ta ruaj. Nuk kuptoj logjikën. Ta marrim ja atë gromshi janë të pyesim apo? Mos. Sa shpendu i ziu që e ka bërë këtë budallë. Po kur si për politikë si valla bavaj se bën siguria. Dhe po thoja që në të gjithë formatin e kësaj marrëveshje ne nuk e dim rolin e Izraelit. Si përfitues i kësaj historie. Kaq më them për atë marrëveshje. Avokati ke të kalojnë ke pyetje tani? Po. Apo kemi diçka tjetër për të marrëveshjen, s'kemi çfarë themi tjetër. Avokati ke përmend shumë herë, po e marr nga poshtë lart. Tani vazhdoni me pyetjet e juaja. Qoftë edhe për këtë. A mund të bëjmë një kompromis? Po. Pinaj cigarë ndërkohë që bëjmë pyetjet. Po si ti lexoj pyetjet ti kthehesh pastaj në fund, apo fusni po pa dalë në kamera. I ul gjë përballë. Ja ku ulem aty. Po si do flasësh pastaj? Po pi cigarën unë di çdo pyetje unë i mbaj shënim. Okej. Çfarë bëjmë avokatin? Doni cigaret. Okej, vazhdoni me pyetjet. Cigara është ilaç për të ndërtuar pa gjuhë. Ja, çfarë mesazhi jep avokati? Vazhdoni me pyetjet. Edhe një herë, pra, për gjithë ju që keni bërë pak më lart pyetjet, na i shkruani tani dhe të kthej përgjigje avokati për sa i përket gjërave që ju kanë bërë përshtypje në këtë protestë, në këto gjëra se çka po ndodhin, në atë se çka folëm deri tani, pi avokatët të bëhet mirë. Okej, armë të erdhën, u kthyem në Palestinë, thot, po filloni të thoni parti Kushner jemi gati kur do herë, thot. Shqipëria duhet të bëhet me Kinën, thot. Shifutët janë të sëmurë psiqik, Sazani para dhe armët mbrapa. Avokati ke përmend shumë herë që shqiptarët e urren Trumpin, por ti e urren vetë Trumpin dhe thua që e urren shqiptarët. Unë kam thënë të kundërt, çfarë do urren Trump, pa s'pas ka dëgjuar fare çfarë thash. Thua shpjegoj. Po pra e urrejmë të gjithë, thot. Jo, e shkruan njëri, e shkruan njëri poshtë. Po. Avokati ka thënë të kundërtën, pra. Shqiptarët nuk urren Trumpin. Që shqiptarët nuk e urrejnë Trumpin. Marrëveshja është korruptive si gjithë marrëveshjet e tradhtisë që ka bërë Rama me Izraelin, Anglinë, Francën dhe Amerikën.
Kemi miq edhe 100 fytyra në këtë qeveri tradhtar kundër interesit kombëtar shqiptar.